A e din që ekzistojnë 6 lloje të depresionit? Sipas një studimi të fundit nga Stanford University botuar në Nature Medicine, shkencëtarët kanë zbuluar 6 nëntipe të ndryshme të depresionit duke përdorur skanerin fMRI. Dr. Lane Williams, autorja kryesore, thotë se ndryshe nga fushat e tjera të mjekësisë, psikiatria ende bazohet në simptomat që pacientët tregojnë vetë dhe kjo e bën trajtimin të vështirë. Po ekipi i saj ka përdorur inteligjencë artificiale dhe skanime të trunit për me pa se çysh funksionojnë rrjetet kryesore të trunit dhe kanë gjetë 6 modele disfunksioni ose siç i quajnë ata biotipe të depresionit. Për shembull, njëri lidhet me mungesën e motivimit, pra qarku i shpërblimit nuk aktivizohet, një tjetër lidhet me ankth të lartë dhe ndjeshmëri të tepërt emocionale, ndërsa të tjerët prekin kujtesën për qëndrimin apo aftësinë për me marrë vendime. Kjo do të thotë që në të ardhmen mjekët mundën me përdorë skanime truri për me zgjedh trajtimin më të përshtatshëm për secilin person, ashtu siç kardiologët përdorin rrezet X për zemrën. Siç thot Dr. Robert Bright nga Mayo Clinic, edhe pse metodat janë gati për përdorim klinik, janë një hap i madh drejt trajtimit të personalizuar të depresionit. E ti, a e ke ditë që ekzistojnë 6 lloje të depresionit? Kallëzëm komente dhe për më shumë video si kjo, subscribe përbani në YouTube dhe në krejt platformat e tjera.